Unë do të vazhdoj, jam duke vazhdu, edhe nuk do t'i lëmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ata të cilët më njohin prej muslimanëve kur ka të bëjë me grupet që operojnë brenda islamit, që janë të devijuara, sikur grupet ekstremiste, sikur që është ISIS-i edhe grupe tjera, që kemi folur në mënyrë të ashpër, përkundër asaj që janë musliman, neve nuk na ka bo që mos me folë kundër tyre, edhe mos mu distancu. Ne jemi distancu me kohë, edhe çdo herë bëjmë paralajmërime për mi rujt vllaznik musliman prej grupeve të tilla devijante. Sepse këto i shërbejnë, këto grupe devijante, ekstremiste që lindin nga, që janë prej muslimanëve, apo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar, që ekstremista kanë në çdo fe, edhe në fenë krishterike, edhe në fenë jehude. Përderisa nuk më kanë dalë mu të flas kundër muslimanëve që kanë bë trazirat, këqia, atëherë shumë ma udhës është që të flas une për ekstremistat e një feje tjetër. Edhe përveç ekstremistave dhe dyshimet që i sjellin ata tek feja jo. Unë nuk do të ndale me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Personi që ka dalë aty me një hoxh, jam diku tek minuta 50, video diku është 1 orë 40 minuta. Unë funde në krye do të mundohem që me sqaru. Pastaj nëse dikush del, sikur çështja e priftit, nëse del me kundërshtu aty, pastaj përveç kësaj që jam duke vazhdu, do të mirëm edhe me këto. Me lejet Allahut subhanahu wa taala. Kjo është që ja kam vënë vetet në kokën e mision për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse ne nuk reagojmë, Allahu subhanahu wa taala na dënon të gjithë, na dënon të gjithë. Dhe kjo quhet kifaje, është obligim shoqëror. Jo që Allahu subhanahu wa taala nuk ka me rujt fen Allahut azza wa jall, po ti dhe unë je hums. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtet ne kemi zbritur Kur'anin, dhikrin, dhe gjithsesi ne jemi ruajtës të tij. Allah e ruan Kur'anin. A ka një libër që 15 shekuj që nuk ka ndryshuar?